Përshëndetje, kartat e ditës të sotme dhe të shtunës dhe të dielës janë: erdhi e ora që të kuptosh se çdo gjë bëhet për një gjë, dhe beso tek Zoti, beso te engjëllit, te kryengjëllit, te vetja jote, se gjithçka që po bëhet në këto momente është për të mirën tënde. Tani, sot e në këtë kohë, fillo të besosh në zgjedhje të reja. Lejoj të ikë çdo gjë nga e kaluara. Beso te universi, te Zoti, që kjo që po të ndodh tek ty që po e shikon këtë video, çfarëdo që të jetë është për të mirën tënde. Lere çdo gjë të vjetër të kalojë, sepse kur mbyllet një derë, hapet një derë e re. Shiko çfarë mësove nga gjërat që janë përsëritur deri tani, dhe shiko të hapësh syt në dyert të reja që po të hapen. Dhe karta e tretë është liro çdo gjë që të bllokonte deri tani. Liro, mos i mbaj ndjenjat e tua, mos kërko dhe mos u mendo pse po më ndodhin këto. Universi, Zoti, engjëllit e dinë që ti po vuan në shpirt dhe po të thonë që liro, tamam se ky ujë që derdhet nga kjo stonë. Liro dhe hap krahët për gjëra të reja. Në qoftë se sik e vjetra nuk mund të vijë reja. Shiko të kalosh bukur dhe pyeten sot veten tënde çfarë është kjo që të pëlqen të bësh. Çfarë do një sot t'i jep një vetes tënde. Mos harro se çdo gjë në univers është energji dhe energjia ndryshon. Por ti je i gatshëm ta lirosh? Ju uroj një të shtunë të diel dhe të enë, të bukur, sepse këtu në Greqi është festë dhe ja kalofshi bukur kudo që t'jeni. Duaje veten dhe mos jep më shumë se ç'ke nga vetja jote, sepse kur të arrish të ngelesh bosh, asgjë